Dëme të mëdha, po për fat jo në njerëz. Trageti i linjës Bari-Durrës mori para 3 anije, njëra prej tyre u fundos. AF Mishele shkaktoi përplasjen gjatë manovrës në akvatoriumin e portit. Peshkaregja Aquario 2, 23 metra e gjatë, u fundos bashkë me 20 ton karburant. Ajo gjendet 8 metra në thellësi dhe karburanti doli menjëherë në sipërfaqen e ujit. Pronari i një prej anijeve të dëmtuara pajson pilotin e tragetit për manovrim të gabuar. Me një shpejtësi të madhe, pa nga koha keqe dhe manovrimi ishte për mua ishte i keq. Sa pash, edhe një barka tjetër përplasje mbyti fare, 2 ero mbështet ke barka jon, nga lëkundje barka bo ujë poshtë. E pastaj kapi ke vapori lart, siç e shikoni vaporin atje, se mos ishte ai do ishim mbyllur edhe ne, se ishim lart. Vlera e dëmit të shkaktuar llogaritet e lartë. Nga kjo përplasje me dëmtime doli edhe trageti i pasagerëve. Kapiteneria e portit dhe forca e sigurisë portuale ka nisur hetimet për ngjarjen.